Në spektaklin e së premtes mbrëma të Big Brother VIP Kosova 4, publiku mori një vendim të rëndësishëm, duke vendosur që rrugtimi i Jasmin Kadriut në shtëpinë më të famshme në vend të përfundojë. Edhe pse qëndrimi i saj në këtë edicion nuk zgjati shumë, ai u karakterizua nga qetësia, maturia dhe një lojë ndërtuar larg konflikteve të ashpra që kanë shënuar javët e fundit të spektaklit. Gjatë kohës që ishte pjesë e formatit, Jasmin u dallua për një sjellje të balancuar dhe të respektueshme, duke zgjedhur të qëndrojë larg debateve të forta dhe përplasjeve të panevojshme. Ajo shpesh u pasi një banore që preferonte dialogun dhe mirëkuptimin, duke mos kërkuar protagonizëm përmes zhurmës apo konflikteve. Eliminimi i saj u shoqërua me emocione të dukshme, si brenda shtëpisë, ashtu edhe jashtë saj. Disa prej banorëve u shprehen se largimi i Jasminit do të ndikojë drejt për drejt në dinamikën e lojës, pasi ajo konsiderohej si një figurë stabilizuese në raportet mes konkurrentëve. Nga ana tjetër, në rrjetet sociale reagimet e publikut ishin të shumta, ku një pjesë e ndjekësve shprehen keqardhje për largimin e saj të parakohshëm. Ndërkohë, produksioni i Big Brother VIP Kosova 4 ka paralajmëruar se sonte pritet edhe një tjetër eliminim, çka ka rritur ndjeshëm tensionin dhe ankthin mes banorëve. Konkurrentët tashmë janë më të vetëdijshëm se loja ka hyrë në një fazë vendimtare dhe se çdo gabim, çdo fjalë apo veprim i pamenduar mund të kushtojë qëndrimin në shtëpi. Spektakli vazhdon të sjellë surpriza dhe zhvillime të papritura, ndërsa publiku mbetet në pritje për të parë se kush do të jetë banori i radhës që do të mbyllë aventurën e tij në Big Brother VIP Kosova 4. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.